Pasi bërë aksidenti, nuk se po e stopoj këtu se ndoshta. Nuk të bën pilot ajo rrota parë që ti e vjen motorin apo do manovrat e në autostradë do ecën tash mos bëjmë kohë, kupton? Sa kushton ky motori? Ke bërë shumë upgrade? 5 milion lekë vetëm ekstra. Vjen sa çan po të shikoj se të vjen ta pasoj numër pas motorit dhe tash të do po marrë motor, po. Jo çaj stagë, hajde. Mirë të ardhur, përshëndetje, mirë se riktheheni në episodin e dytë të podcastit për motora. Sot kemi një të ftuar special, një aktor, influencer, më kanë thënë që është dhe polic, kështu që do të jemi kujdesshëm me pyetjet që do i bëj. Gjithashtu, pasioni për bashkët që ne ndajmë për motora. Kam kënaqësinë të ftoj Marius Dervishin. Marius, mirë se erdhe në podcastin tim. Nësi, ju uroj shumë suksese, sepse normalisht është një profil i bukur, i zgjedhur dhe që është më rëndësishme është unik në llojin e vet, pak në për momentin. Dhe u deshte kjo pjesa e këtij formati ku të rinjt të apasionuar pas adrenalinës, pas motorit, mund të kenë atë ambicionet vetë, mund të ndajnë eksperiencat e tyre të bukura apo jo të këndshme që mund të kenë has në vitet e tyre të përdorimit motorave. Edhe siç e thënë ti, ku jam. Faleminderit. Gjithë jemi kurioz të dim si ka startuar, si ka qenë motori jot i parë, cilët ka qenë periudha që ti e startove. E bukur kjo, sepse në çdo emision, në 10 emisione sa kam shkuar, nuk kam folur kur për pjesën e pasionit, si ka nis pjesa e pasionit për motorra. Po. Faktikisht unë kam vazhduar në fshat. Si shumica shqiptarëve. Po. Edhe aty në fshat ishim detyruar që të kishim ndaj breshtë rrushi, ndaj milçi, ndaj pras, ndaj damote, ndaj çoshë të natyre. Edhe lëvizja, nga që kishim çiktokat larg, lëvizja me papaq aty mëna për mëna fshatit. Ashtu ai ka qenë motori im i parë, papaq 110 kubiksh, 75 kubiksh. Marka Dayang, beso në Yanzi. Lifan. Lifani ka qenë ai ka e kinezëve në atë periudhë. Po, edhe ku ka qenë momenti që unë realisht kam rënë dashuri me motorin dhe kam pa jo vetëm si pasion tashmë, por dhe si shpëtim. Ka qenë një rast kur unë kthehem në shtëpi dhe shoh nënën time që ishte shumë e smur, tensioni i lartë. Edhe mjet tjetër nuk isha, unë isha fëmijë, por isha 15 vjeç. E kupton sa kam rrezikuar, do thonë do ta nisë edhe nga paniku i madh nga frika se mos po ndodhte diçka e keqe, dhe mami të hip motor mbrapa. E lidha me një rrip, si sot kujtohet, kam lidhur me një rrip përmesi që thash nëse do humbin ndjenjat rrugës, paktën mos bjerë nga motori, kupton? Edhe jam lëshu vlla për në spitalin e Tafit. Ajo ka qenë një eksperiencë shumë se harroj domethënë sepse mu duk tamam ai mjeti i shpëtimit. Edhe kështu do nisem, domethënë me papaq, pastaj duken mor patentën, domethënë para se të bëja me patentën. Po papaqin ta morën të shtëpisë apo ishte një ide jote që dua motor? Papaqi ishte domethënë ma bleu plagun, me thonë drejtën, se duke pa se sa me qefe kisha. Pavarësisht se nuk lejohej për kohën, domethënë për moshën, nuk lejohej. Po nuk se ishin kundra që djalit tip motor se mos ndoshta na bën ai motor. Jo, nuk ka qenë. Domethënë te motorat e vegjël flas, me kubikash vegjël nuk ishin kurrë ato me qenë paranojak ose skeptik apo të friksuar se po ndodh ndaj gjëra. Pas shumë vitesh marr patentën, domethënë mosha 18 vjeç futem për patentë makine, por njëkohësisht për patentën e motorit. Dhe pasi marr patentën kisha një kushëri unë. Që ai kishte, mashallah, i ka të vizita, në plinte motorat, modeleve të fundit, e kupton? Edhe me ato kam mësuar dorën me motora. Cili ka qenë motori i parë me marsha? Honda CBR, 600 kubik. I shtrirë. Versioni 2009, po i shtrirë. Edhe jam marrë kushërinjën me kushëri do. E kisha marrë patentën kur e testova. Po. Kisha marrë patentën, nuk kisha mundësi për shembull me kalu, nuk kisha mundësi monetar me kalu një motor të madh. Se zakonisht këtu marrin patentën edhe kur shkojnë atje, domethënë kur shkojnë për të marrë patentën, shkojnë gjatë të struktuar. Jo, unë kam marrë patentën, biles kam dhënë testimet gjitha kështu. Nuk se i ke marrë me lekë, domethënë. Jo, po si kush ishte qëllimi, se unë matë se desha të mësoj të motorën, me marshën. Edhe sa e kisha marrë kushërinë të motorin, një motor stream kod, ishte motori 3 për atë që i majtë kod shumë në garazh. Tash ta bëj zero vlla. Jo, po s'dimi kam për dyert, thashë kam mësuar patentë, unë kisha 3 vjet që kisha marrë patentë. Edhe 2 vjet kam pas.
marr motorin o vlla, hype të bërës. Voma, jo, frika fillimit se është dhe frikë. Merë super giro se freksioni normalisht patara aty. Edhe qa po që e mërë shamë qeftë të stili, kërësisht... Reherën e parë kur e morë? Jo, nuk rash, të ndesh miku. Nuk ishte traction, ishte modeli vjetër I CBR-s? 2009, versioni 2009. Po, janë të thallë. S'kisha CBS, jo më traction. Edhe kështu, më motorë dy kam mësua, deri në 2018 nga marrë motorin tim të parë me kubik të madh, që marrë një Suzuki GSR 600 kubiksh të 2008-s. Një vit e kam bajt atë, pastaj fillova vit për vit ndroja motorë duke Mas Suzuki ku kalove pastaj? Mas Suzuki kam kalu te Yamaha R6. Motor shumë I bukur. Pra të 600, kishte diferencë Suzuki me atë? Kishte, sepse ai ishte stil më naked, më street, e kupton Suzuki kurse Yamaha motor sportiv, tamam. Po. Edhe me Yamaha kam net 2 vjet në përdorim, edhe me të drejtën nuk kam pas incidente më të vogël me atë motor. Pavarësisht se ishte I frikshëm atë, por kjo është e bukur e motorave sepse sa më I frikshëm duket aq më shumë kujdes bën ti për veten. Po. Janë më të frikshëm to për shembull që t'japin komfortin, të japin sigurinë dukje se sa ato që janë të ekspozuar si të frikshëm. Me motorin e parë se nuk tregoha gjë më kryesore, isha me radhë me familje, me mamën sidomos sepse motorat e vegjël si kishin problem, po binte fjalë për motorë mëdhenj kategorikisht jo, s'ka shans. Motorat e vegjël ishin në mënyrë transporti edhe në për zonat rurale, kurse marrë GSR unë e blej me ardhurat e mia, me kursimet e mia, blej GSR. Se ndikoi 3 milionë pak të atëherë, diçka e tillë që kam marrë. Edhe shkoj në shtëpi. Shat marrë, çfarë kjo motor e kam marrë shoku poshtësh. Do ja gënjeva problem. Jo, po e shi fryk shumë I ndonë të ujtë zoti ku hyp t'i këshuar ne këti, tash mama do t'a bëjmë xhiro me këtë. Jo, arta se bi, pa edhe ti të shke. Te hipe aty? Jo, ta vi plagë motor brava, xhiro në përshat atë, tash unë gjono, ha. Rrezik mamit ka thënë mere. Prit. Unë këtë motor tash e kam blerë. Po ma bone Allah me gjithë zemër dhe që ta maj, do ta maj, s'ma bone tash si ma. Po çfarë them unë të shiti pas ke blerë më? Hajde zoti trut. Ajo ka thënë s'kam përpaguar gjë, kështu që besoj në rregull. Më ka ngel, domethënë, jo, më ngel pa kam kthy kështu si edukat timen që çdo lloj motori që marr pa hyj plagën para nuk bëhet llaf me njëri tjetër. E marr ke bekimin e Jo, punë aty le të zgjoj, hallalli nonës, madje domethënë në lutjet më të forta që kanë le të themi nuk kanë pengesë me Zotin, është lutja nënës ndaj fëmijës vetë, kupton, normalisht këtu kam çdo lloj motori që kam marrë, kam marrë plagën, kam hyrë në pozicion. Mund duket e çuditshme, madje kam shkuar ishte te piramida do prit stacionet e Buzët. Isha në R6, sa më R6, hyn në stacion, po të shikoset e reja, ta pasoj më pas motorit dhe tash të prit ato që po marrën motor, kupton? Jo plagë, hajde, ku më çneti më kat, hym plagë aty bas, por nuk është se kena komplekse si familje, domethënë edhe mami dhe unë jemi larg komplekseve, jo po çfarë do mënoj çfarë. Edhe kështu domethënë. Mas R6-s kam kaluar te BMW besoj 2020-s, versioni LC, 1250. Fatkeqësisht mudesh ta shijoja për pak kohë atë motor sepse u aksidentova. Dhe këtu dalim për ajo që them që motori kur t'jep atë komfortin apo atë sigurinë duke të merr qafë. Se t'jep një vetbesim të tepruar. Domethënë, aksidenti ndodhi jo për fajin tim, se më pret rrugë një makinë, ishte pamundur ta shmangja, po fatmirësisht pa pasojë të rënda të shëndetit, kjo është e rëndësishme. Pa të dëmtime të mëdha? Kush? Kur bërë aksidentin? Domethënë, dëmtime sipërfaqësore, çara të grëvishme kështu po thyrje gjëra, nuk është e pata, shqyrë Zotit, po. Ti zakonisht del gjithmonë me veshje apo ndonjëherë del dhe sigur kam rënë atëherë me GSR, atëherë kam qenë pas kafan fare. Ka qenë diku te rruga të ambasadës amerikane. Aksidentova edhe isha pas kafan. Do isha aksident I frikshëm. Domethënë kam fluturuar në ajër dhe në momentin e parë çfarë merrte instinkti I parë ishte të vendosja brylën, se po shkoja në pozicion me kokë, po. Vendosa brylën dhe u palosa gjëra tjetër. Domethënë kisha thjesht të çara në lëkurë, po jo thyrje apo diçka fraktura të tjera. Edhe më bë mësim me të drejtën që motori s'është shpëlit pas bes kur. Po normal. Edhe më vjen keq kur shoh të ri që kanë marrë motora, gon parë, ku shkon më valla. Nuk të bën pilot ajo rrota parë që t'jen nga motorën apo ato manovrat e rrezikshme që bën në rrugët e qytetit. Ore, në autostradë do ecim tash mos bëjmë kota, kupton? Po duhet të fillojmë nga unë I parë e ti më radh, do ecim poshtë për atë punë është motori.
Po të paktën në zonat e banuara më shmang se nuk e sa do ti kesh fortë reflekset apo ato instinkte. Po, dhe pjesa më e madhe e aksidenteve në zonat banuara. Nuk do të llogarit dot se si do të hyj tjetri. Dikush është në telefon makinë, dikush se ka me var, dikush pa lekuj fluturojnë nën, ta kupton edhe morin çao. Kështu që po pasi bëre aksidente, nuk the po e stopoj këtu se ndoshta 3 ditë. 3 ditë po. Aq ka zgjat, them drejtën. Edhe pastaj nuk u bë më si motor. U bë më shita. U bë. Thjesht më kapi frika dhe shita, nuk është se pa dëm, se kësaj këtë të mirë ka se është motor, domethënë i shkaktoi shumë dëm makinës, u kap më shumë pjesa para korpit makinës, e kupton? Se nuk është ishte një përplasje ballore, e kupton? Fajtori që ti apo ishte makina? Mbrojtëset me hekra kështu, nuk ishte dëmet minimale për këtë. Kupton, mund të them diku te 1 milion lekë vetra. Edhe 3 ditë u shpisa isha kështu, unë isha të çaktë edhe në zile ditë. Edhe thash plaga të pim kafe. Po zbritëm poshtë pallnatit, okay. Tash unë si mendoj, thash të hyj motorun. Se kisha premtuar, hyj motor, valla, ditën e aksidentit, hyj motor, s'ka shansa ne këtë. Po se mbrapa e thot man, që them 2 minuta me të lëm ty pa motor, thashë me të lëm pa dur. Kështu që tha, po më mund ta shite këtë, tha, ndeti edhe. Aq desha. E morë provimin. Aq desha dhe një të hyn internet direkt pa shit akoma atë dhe gjeni dali një okazion një Suzuki GSR 750 të 2016-s. Fol me të, ishte një fiksimagjik, ai ishte motor i kulur në detaj, domethënë çdo lloj ekstra, çdo lloj pjesë ekstra, shumë fiksimagjik. Pres biletën për 2 javë në Itali, shkoj të bëj derën motorit edhe. Edhe këtë motor që po flas është GSR, jam shumë pishman sot e kësaj dite që kam shit. Ishte akulla, dhe motor fiks për street, për qytet. Domethënë ishte bicikletë. Po ti e shite se të lodhte apo dohet merri një upgrade? Po, desha të kaloj në kategori tjetër. E kuptoj. Kalova te modeli XR, domethënë XR 2017-s. Jo ky. I 2017-s. Kalova aty sepse normalisht kisha pasion XR, po thash me mundësi që ishin. Po. Kaloj te XR-ja, dhe XR në marra një vit e gjysmë. Më ndodhi xhirimet e filmit të tretë, ka qenë po, ngela as sponsor as gjë, edhe çfarë këmës vetëm le të them në mënyrë që të liroja pak buxhetin tim ishte shisja motor, XR-n. Është XR-n, pastaj edhe nuk më rrihesh pa motor, gjej një okazion një Honda CBR 650 R në Angli. Si ishte kategoria ime, por se isha duke ngjitë kategoritë dhe shuan nga 650, që të për mua ishte e marrë atë dhe ata nga marrë një 6 muaj, sa në zorra filmin kina ma ecën ato. Biletet e para rezervim motorit. Edhe deva kalova direkt ky që ka të XR. Sa kushton ky motori? Po varet domethënë varet nga gjendja, varet nga pjesët, nga ekstrat, e kupton. Unë për shembull të kam marrë 17.5 e kam marrë stok. 17.5 stok, pa marmit, pa domethënë ta shohësh po nëse si e kam pasur fillim nuk e njeh. Ju për shumë upgrade 5 milion lekë vetëm ekstra. Full shkarko, korrektor, pasyra, pjesa bishti mas komplet, se dila gjitha. Totali më ka shumë mbi 21-22 në çka tjetër. Nuk I kam llogaritmë ato. Po di vetëm sa I kam blerë, sa I kam fut mbrapa, po ta them me mesatar. Po se nuk e llogaritmë njëri ato se edhe unë Sergji bëj blerje, edhe më pyesin sa ka shku ca. Po ka shku. Edhe kështu. Ndishe keq kur shisi motorin, se unë kam problem. Unë një motor që shita dhe jam ndier shumë keq se po duhet të bëj një faj. Sepse unë kisha 2 dhe po e shisja se teorikisht më duheshin ca lekë. Edhe më mori një shoku im, që çmimun e vendosa tamam. Po prapë jam ndier ekstrem keq, pak 2-3 ditë e parë thash aman, më jep një xhiro se e kam si kështu. Ti ke pas 2, po unë s'kisha asnjë plak. Domthon, kur kam shit motorin tash kur shita XR-n e disha që do ngel pa motor tash. Edhe aty jam një shumë keq. Për zotin jam një jo keq, por super keq se thash para se do më shojnë gjona, edhe kem mundësi me blej me motor apo jo. Edhe deshte zoti që jo vetëm që bleva, por kalova tamam aty ke kategoria që unë kisha ëndër prej vitesh, thonte XR-ja që kam tani. Ti investon shumë në motor apo në makinë? Jo, me thënë drejtën, për ta marrë shollën në blerën e makinës e kam njësoj me blerën e motorit. Do nuk është se jam në fans I çmendur I makinave. Domethënë për mua mjafton të jeni makinë që le të themi të jetë me diku te mesatarja. Se këtu në Shqipëri vëlla janë njerëz të çuditshëm kur shohin me motor 20.000 euro, shohin me makinë 5.000 euro, për shemb
po të bëjmë një paralelizëm, thonë po ky është barboni, dhja zgjedh bishin për peta, kupton se nisin çdo çdo makina, pastaj te motori. Edhe tani unë kam një X5 më 50 aty, makinë me atë që uzurë me koreanin. Edhe që po nga thoja ja mora. Po ti një vërtet ai për ato gjërat apo? Si? Ti një vërtet për opsionet apo ishte shaka jo? Po jo, më burr ishte video, ishte shaka kështu. Bile kam qenë të fol me këtë kushirin që tash është ai fansi që ndaj motorave dhe jemi të dy të karagjoz shumë, kupton? Po ishte telefonata më në një po personi që ishin tavolinë dhe filmojnë ndërkohë. Kjo ishte interesant. Edhe doli diçka shumë fani, edhe nuk rrihet dot pa postull. Ishte të thash, po ne janë to gjërat që janë të momentit që dalin bukur. Tani për ta pasionuar te BMW-s dhe te këtij modeli XR që un kam shumë shok që i marr këtë version. E mbaj sepse ky motor të plotson, është sport touring nga të gjitha në një. Çfarë modifikime që ke bërë? Çfarë i ke ndryshuar fix ti motorit? Përveç marmitës që ke bërë full shkariko. Full shkariko, remap stage dhe modifikime tjera. Çka më modifikime vetëm pjesa pishe që tash janë to gjonat estetike, sa është. Unë nuk duhet që të shkojte me ndërhyrje le të themi ekstreme stage 2, stage 1 e kupton, sepse kam me frikë pjesën e marrë unë vetë atë origjinën e vet. Po normal. Grupi punimi më Po inxhinierët e testojnë që nxjerrin ato kategori. Një stage ja kam bërë, po. Se thjesht ka shkuar nga 170 kuaj që është në stok, ku është diku te 192, diçka tillë. Fikse se kam mat, po diku aq. Sa mund të një motor i tillë? Cili është kilometrazhi maksimal që kam nxjerrur në Greqi, isha në Ber, 275, 271, diçka tillë, 271. Sa që kanë tonë. Është e frikshme sport touring me atë kilometrazh? Jo. E frikshme është sepse nuk ta tregon rrugën. Me thënë drejtën, domethënë ka një lloj bazamenti, një lloj qëndrueshmërie të frikshme në rrugë që ti vetëm po të shohësh kilometrazhin kupton me sa i të. Nuk të jepet vibrimin jo, s'ka shans, fare. Se kam qenë në multistradën time 268 km/h dhe isha këtu. Jo, bëhet fjalë. Mos do më ngrihet fare. Po prandaj duhet shumë lart. Prandaj duhet të lloj motori, nuk bëhet fjalë ajo pjesa vibrimit që s'ka shans. Jo. Masi moment. Se kjo është investuar edhe në elektronikë, se duhet që nëse është edhe versioni. Patjetër, po puna është. Po ndoshta 2017 ajo mund ta jepte pak ty për shembull këtë. 2017 nuk e kam çuar me thon drejtën limitën, unë aty motorin unë që kam plak, kam atë hapjen e parë, marsh dytë, kaq që kam. Nuk është se kam ndaj fiksim të madh për këtë shpejtë plak. Të them publikisht, nuk është se mjet në adrenalinë që ta ndjek atë lloj. Por rruga Greqisë për zonë na nxjio jetën, nuk do të ishte vetëm ishim Tirana, Athinë, në Odesha që shkoshin brenda një kohe të caktuar. Dhe shikonin rrugën o vlla nuk mbaronte. Nuk mbaronte autostradën. Unë kam bërë 2 herë, e kam bërë për 6 orë gjysmë. Vetëm. Ne ishim 2 veta, ishim të dy me XR. E unë me shok me ligën. Po edhe kthesat i ka të mira, se i ka me 180 gradë dhe ti do të mund ta mbash në tap. Po, janë shumë tonë. Unë kishte vende që çohet 230, vendosja të cruise control-ën edhe rrije kështu. Edhe rrije, po. Po aerodinamika është pak problem, sidomos edhe tek multistrada ime, po edhe këtu është pak problem. Nuk është si GS-ja për shembull që je i relaksuar aty. Po GS-ja është tjetër profil tash. Është për touring. Është për touring, enduro, më tash nuk. Po nisi ta jep ky, nuk besoj se ta jep. Mund gësa nuk pëlqen edhe për ato brinjit që ka poshtë, që i ka si të gjera kështu. Duke shpuna vetëm aty, unë gësën, le të themi si motore du, edhe me thënë drejtën janë shumë të veçanë në llojin e vet, shumë komfort, do të ta japin atë nuk. Po ndjesinë e sportit si ta jep ky, nuk ta jep. Në hapjen që ka XR nuk e ka si lloj motori i profilit të tij, që të flas sport touring. E ka motorin. S'ka shans. Nuk ka shans. Në multistrada për startin është më i shpejt ai që ka kush multistrada. Sa ka multistrada? Ai ka më shumë tork, 0-100. Ai ka tork ato hapjen e parë. Po. Aq ka. Jo, vetëm aq. Po gjithsesi. Aq ka, mos e sa isha për zotin para 2 orësh, isha me multistrada si e ka. Un kam pa XP-un, që është versioni full i 2025-s. E ka ku kushëriri, ai është i fiksuar mas Ducati. Varet çfarë multistrada është. Po gjithsesi pak rëndësi ka ajo. V4S-ja. Mirë, ky është pa XP-ku që kam unë. Pavarësisht se është i vjetër, është full i Ducatit. Që është më shumë sport. Po që unë nuk di të them, pak a shumë këto në të njëjtat nivele janë. Ti vim konkret nuk them dot se nuk kena ndaj pistë të caktuar për bërë të tilla. Do ta bëjmë kur bëhet pista e Elbasanit, se na falë do të bëj. Po të sfidoj. Po a mendoj që do mbaroj ndonjëherë ajo pista aty? Mund të keq kurse janë ca gjona për shembull që nisen, lehen për gjysmë ose nuk nisen fare, thjesht nxjerrin si teori dhe nuk funksionon pastaj. Pa ajo duhet, më thon realitetin duhet, sepse jep kulturë çdo motorist. Ta kthej atë pjesën e adrenalinës, të budalliqeve, le të them, atë çmendurive të vera motor të lënë pistën.
Mos rrezikoj vetëm, mos rrezikoj tjerët. Nuk kjo është thirrja që i bëj të rive, të tash mund ndodh shpesh me këtë të rit me çunave që kanë babat me lek ose kanë lek të ardhur edhe blejnë shën direkt kategoria X-ra për shemb. Po. Edhe i shef se ty më gon parë, allakan dhe mendoj se kjo e bën pilot. Më thonë mund të më marr gon parë se më s'di. Po jo pse edhe i duket vetëm se unë jam pilot se dita më bën parë. Po, se nuk e ajo është pjesa më madhe që bën aksidente, ashtu janë bërë. Dhe rrezikun që ka ajo lloj. Madje edhe në MotoGP nuk e di e pe atë të Jorge që barrierën e fundit që fitoi që eci 200 metra me rrot parë, po ndalua fare sepse është momenti më i rrezikshëm që kur ti je në motor që ti je marrë. Se nuk është se je në pistë edhe aq se po rrezikon veten. Ti je mes rrugëve. Jo, ashtu nuk e bëj, unë nuk e bëj. Për vete unë eci për të ecur se normalisht motorat ashtu janë, por nuk e rrezikoj. Nëse ecim me motor do të rrejmë. Tash hajde të thonë kot që mos na kapen to distanca për kace që rrullimi rrugor, nuk ecim mbi të rrejmë. Çdo motorist që ka motor, do ecë në burse, ai moment është i shkreti. Si e bën frenimin ti në motor? Ky e ka vetë sistem de frenimit që më të parat frenon 30% mbrapa, automatikisht kur shtyp të parat. Po unë kam gjithmonë refleksin. Po, është ABS-in corner që kanë ata, që ndihmon edhe pjesën. Unë e kam frenimin tim gjithmonë parë mbrapa, njëkohësisht. Kur nuk frenon me njërin për freno. E kam refleks që për vitesh. Me sa gishta e bën frenimin përpara? 2 zakonisht. Që të kesh mundësi që të kesh mbledhje të mira të punës. Kjo është e gjitha. Se kam pyetur këta që bëjnë me një gisht kanë bërë aksidente teorikisht. Po jo më si mund marrë frena një gishtë kur tash me varet çfarë lloj frenimi po flasim, ama me 2 gishta besoj që është forca mjaftueshme për të dhënë frenimin e duhur motorit. Ai zbaton këto teknika ti, domethënë kur kapesh në kthesë që mbrojli lart, majtas hapje këmbë. Biles, unë zihem sa herë me shokët e mi kur dalim në udhëtime të gjata. Siç ishte rasti i fundit që ishim në rrugën Tepelin, përmet Leskovik, Korç, a pjesë në kryedheve rrugë, shumë kthesa të bukura. Por kam tipin që në kthesa nuk rrezikoj. Kam zgjedhur mos rrezikoj, sepse domethënë e para punës është cilësia e asfaltit. Sigur mos mjaftoj kjo, ne nuk është se kemi në rregull të madh të rrugësh apo kontrolli i rrugësh që të kontrollojmë nëse ka mbetje në rrugë, derdhje nafte, derdhje baj, derdhje le të themi rëre. Ti po shoh një rrugë që nuk e njeh. Po. Del aty në kthesën, mund në kthesën, u të del një grumull dheja apo një rër aty dhe të morë veten çapi. Po. Dhe për këtë arsye domethënë kjo se kam qenë kështu, por thash që mas aksidentit që bona më atëherë me kësën që ndodhi për te asaj që unë e kisha perceptuar, nuk rrezikoj më. Domethënë eci aman në kthesa eci aq sa ndjej veten shumë sigur. Nuk është se çoj motorin për të njohur limitet apo më thet tash. Unë të kam qenë maksimumi 41 gradë palos. Se kam me gradacion 41 gradë që është le të themi diçka mitëllësh mesatare për palosjet motorit. Po për gomat je fiksuar që të vendosësh një markë të mirë apo te gomat nuk bëj për kompromis, gjithmonë kam përdor ose Michelin ose Metzeler, po më thon drejtë me Metzeler jam shumë kënaq. Sepse është gomë që në gjithë nuk është të nxjerr për kollajn, domethënë e sheh edhe motorin në frenim apo në kthesë ose në një asfalt që nuk është cilësor, le të themi, e shef shpërndimi më stabil. Këto goma, domethënë është kam pas Diablo Rosso te R6, shumë gomë e mirë, po puna është që për Shqipërinë ajo harcohet shpejt, është gomë që ka kosta. Unë gjithmonë kam përdorur Diablo Rosso 4, duke qenë se është një gomë që ajo nxehet shpejt, konsumohet shpejt. Ajo për ecin që bëj unë, do ajo më shpërshtatur më shumë. Po varet se si ti mundosh mos e ke përqendruar lëvizjen vetëm brenda qytetit ose brenda një. Unë vetëm rrugë që bëj Tiranë-Elbasan, Krap, këto janë 2 rrugët që unë bëj, ose rrugën e autostradës ose rrugën e e kuptoj. Rrugën e vjetër. Po normalisht nuk është se ke në harxhim madh gomë me këto lloj rrugë, po puna pse ku shkon rrugë gjata, në të di se. Cila është rruga më gjatë që ke bërë ti? Rruga më gjatë që kam bërë është Athinë-Tiranë. Athinë-Tiranë ishte një rrugë që më vërtet e kena shiju. Nuk është ndjen ai lodhje kush di çfarë. Sepse duket të gogoç se thon 800 km rrugë vajtje. Edhe beton drejtë nuk ka lumë mjaft mirë, edhe kena udhëtuar natën. Kur ikëm, pasi kur erdhëm ditën. Ty të pëlqen më shumë të ecësh natën apo ditën? Natën. Unë zakonisht madje ka raste të shpeshta që kur kam për shembull ngarkesë emocionale, ke parasysh pa që kalon stres, sepse stres nuk kam qenë. Ta quj diçka sepse duhet të jetë diçka shumë e rëndë që ta qush stres pastaj, shfrytëzohet jam unë që tashmë sa kam pas mundësi. Por ke parasysh ndaj mërzim momenti, edhe kur gjërat nuk shkojnë ashtu siç duhet.
Në vetë zgjidhje për mua ka qenë hipi motorit pa një natës, dy natës, kupton. Ky vërtet e ke qarë ndonjëherë brenda kasës? Sa herë në plot kanë është. Kemi Gjithë qarë. motoristat kanë qarë dhe asnjë se pranon. Kemi qarë, gjitha kemi këndu me vete, kupton, imagjino të kemi në kështu në mikrofon aty që na regjistroj kur ne poshtë Stefan dhe sa s'kan dalë në gjallë. O çfarë thonë për të thashë në orët vonat natës, po më pëlqen shumë to. Pjesa e udhimeve në rrugë pak rëndësi ka se ku. Mjafto të jem vetëm. Në herë dhe me partnerin time, nuk është se kam gjatë parime që t'i vetëm kur jam i mërzit, apo patjetër njeriu ka nuk. Ama thjesht, ma jep truni, hajde, çfarë kam nevojë për një xhiro. Se ku përfundoj atë, përfundoj në Saranda, përfundoj në Shkodra, përfundoj në Dropoj, nuk e di valla. E ke nis shumë herë domethënë që ti starton me xhiro të shkurtër edhe s'dihet ku përfundon. Jo, nuk e nis fare për një target, një lokacion fare, vetëm nisem ku të shkoj. Okej. A mendon që kush është motorist heq edhe një ves, domethënë pjesa më e madhe që ngasin motora nuk pin alkool, nuk pin kështu gjërash, sepse mendoj që shfryhen diku. A mendoj që lidhje me njoh sa dush, për shembull që kanë motore kërcasin mall. Jo ata që mbajnë për të dalë në kafe, por them ata që dalin që kanë vërtet pasion motori. Po kem sa dush, domethënë unë nuk është se unë fatmirësisht fal Zotit, domethënë dashëria ime kam qenë shumë selektive, kupton, i kam qenë njerëz pa vesa plak. Sepse tash do rriun maj taksirat e tjetër, leçë kam me profilin tim, që duhet të jem sa më i përzgjedhur në grupin shoqëror në cilin rri. Po mendoj që besi më i mirë do ishte besi vetëm, dhe më i mirë do ishte motori. Unë motorin me të drejtë nuk e quaj më as pasion, as sport, as lëgjë, unë e quaj ves. Kam arrit në atë pikë që dësime që e quaj ves, sepse është një ves i mirë që nuk rri dot pa temër, po. Me thon atë që. Tash Zoti mos na sprovoftë se s'dihet si na vjen jeta, do të duron. Ndoshta do rri me X, do rri me papash prapë, po me motor do rri. Sigur, tu qenë mirë më shtat, po do të them që pëlqet ta quaj vesin e luksit. Ky është motori, vesi i luksit. A mendon që ndihemi të paraqikuar në këta persona që na shohin me motora kështu, teorikisht është shtrenjtë, se po e kaloj 15 mijë motori i shtrenjtë është. Që dukem çiksi karagjoza kështu, jo po ky filan. Çfarë më intereson unë para shkoj, domethënë unë dy limite njoh valla. Njoh limitin e ligjeve të drejtësisë dhe njoh limitin e hyjnores. Domethënë këto dy janë limitet për mua, domethënë që nuk duhet t'i kapërcej kurrë. Pastaj çfarë thonë rrobat? Ne i bleu, si bleu valla, po punojmë për ndel shpirtin më për shembull, po bëj dy punë tash, sa me filma sa ti, vetëm që ti sigurisht vetes ato të mira materiale që unë kam shef për punë. Se do jap llogarinë tjetër sepse marr motorin 25 mijë euro. Unë tash për shembull para çfarë ditësh isha në dilemë për të marrë një motor që vlera e cili shkoi aty 32.000 euro. Bëmë ose 1.000 Mirë, për këtë dakord, po në sensin se normalisht njerëzit kanë dhe makina 50.000 euro dhe janë okay. Po do them paragjykimi që ai shef një motor që duket si me xham zie, duhet dhënë gaz kështu. Ka hika jo. A se kanë ka hika mentaliteti, për shembull që kush kishte motor ishte tip trafikant, tip gangster, tip kështu, tip problematiko, ja ka hik. Ka hik se janë bërë shumë, domethënë unë vetë fëmijë kur shifsha në një motor të madh, që shijoj Spalleca kriminale është. Po pra, të vinte ajo direkt. Po pra, këtë ka pas, sepse kanë qenë pak punë motorrat, dhe motoristë. Sidomos ne që vim nga rrethet njerëz thonë që filani ai merret me drogë se ka motor të madh. Dhe ishin shumë ato tipat shumë scary, po sot s'besoj më që ekziston ai lloj mentaliteti, sot ka ndruar, ka shkuar te makinat, tash jo shef në G klasë me xhamë xhipu ose në mjet çu trafikant. Që mendoj që njerëzit kanë më shumë për motorrat se sa. Edhe po kesh një motor 2006 për motorrat ai. Besoj që për motorrat ai. Ja, sa ka më njëri. Po bëjmë një paralelizëm, them dikur në plas për pjesën më të madhe kanë qenë shumë çmendura pas motorrave. Edhe se ishte diçka e rrallë. Si mos motorra sportiv, ishte diçka e rrallë. Sot e shoh diçka kështu. Po dha më se po pati qef në një motorë do blej vetë, hypi vetë do bëj xhiro vetë. A kanë ndaluar në një kështu të ndajmë bëj xhiro apo? Ja. U mendoj se nuk na laj. Nuk janë ndaloj, jo, po që jo, nuk ngjoj se ngrej muzikën aty të mbaj kokën. Ka pas raste patjetër që ka pas. Tani shumë më shkruajtën kur vendosa të postin që do stoj aty, kur do na bësh një film me motora? Unë përgjithsisht jam të zhanëri komedive filmat e mia, nuk është se... Po bëjmë dhe ne për qeshëm, mos e vrit me një, thjesht na shto. Fakti është duhet na bëj një tip filmi, ke parasysh që ato Harlit, me ato choperat, me këto gjona, po me bëj me grup motoristë, me bëj diçka aventurese, komedi, do ishte interesant shumë, po që mendoj që nuk është ka interes shumë për publikun.
A thua? Do të thonë po unë kohë me podcaste kështu. Jo, është këtë gjë filmi se podcast, valla, se ç'është tjetër në kinema, puna është kinemaja, nuk është puna. Mirë, se pastaj ti njeh edhe botën e kinemas dhe kështu se to pjesën e motorave do hyta shohë te kategoria e moshave pi 60 vjeç, mosha plakastino për shembull, se ti kanë çunë ato vëlla që i rrin motorë, apo. Sheva te motorin dhe kanë të folën na gjonë këtu, ja. Shive. Atë kam thonë, shi cigaraje, ja, se merkote mua, do është nuk ka lidhje me kinema, kinema është shumë vështirë për tu ngritë tregu. E kupton? Se podcast është diçka që në moment që ti më kam tok, bën diçka që është ndryshe nga podcast të tjerë, patjetër që do ndiqesh e burr. Tash motorista nuk është sa vinë të shtohen. Nuk është ditë ditë, për shembull unë grupin tim mund kemi infektuar unë 4 shok. Që kanë qenë shulla. Motorë ti mendoj që është një sëmundje ngjitse kjo që ti e po është sëmundje ngjitse derisa kanë po xhiron e parë se pastaj s'kan lëviz motor. Ose ke parasysh kanë pas në rast në punë shpejtë, a do të çesh çik motor taksilare? Hajde të çeloj. Duhet i motor vëlla. Duhet për zonë. Ja, do të paganisë për shembull me X-Max 150, 250 edhe deri kanë shkuar tek BSE. Për shembull, siç është një nga shokët e mi Ivani, për shembull, ashtu nisë me X-Max ka pa më kod për sheva, kupton? Tani se zbret më. Pastaj shkoi te T-Maxi, pastaj arrihet te BSE te 1250. Ke ngarë një T-Max? Ka qenë harrova të përmend, ka qenë motori i dytë që unë kam dhënë pas CBR-s, pas sonda CBR-s, e kam përdorur madje një 6-7 muaj, ka qenë një T-Maxi 2014-s, versioni 530, 530. A mendon që ata janë motorat më të frikshëm? Unë mendoj që motorat T-Maxi është motori perfekt për qytet. A thua? Vetëm për qytet. Unë kam frikë ekstrem. Mua më duket si goma karro në një vend ku je i shtrirë, mos di si mund të frenosh me të. Si të marrësh kthesën se unë jam gjithmonë në haj, në shpejt majtës djathtas. Besoj që motori T-Maxi për qytet është mbreti i çdo lloj motori tjetër. I shpejt, praktik, ke bagazh poshtë, kupton, ke parasysh mund marrësh skafandër, mund marrësh një xhup, mund marrësh diçka ekstra. Dhe për ta shumë për qytet është motori mbret. Më duket shumë i relaksuar aty, ajo thash. Po jo mos është perfekt, nuk e di, ndoshta ti s'e ke përdorur për shumë. Se kam provuar asnjëherë dhe me e kam pas vetë. Jo, okay. Po kur ta Kështu kinezeriqe, papaq kështu gjëra i kam provuar, jam rregull me ta. Se jam dukem që e kam unë në kontroll. Është kur i shtrirë aty gjë aq rahat të mori sekondë mund vetëm motor që ma shpif, i vetëm motor që ma shpif dhe them publikisht është XADV-ja. Honda, është motor no sense of plak, është çfarë si të miksosh dy specie komplet ndryshe në një gjë të bërë dhe deli gjë shumë tuat aty, ç'është motor. Edhe puna është që ka shumë tregu, por ka shumë njerëz që janë të interesuar me ble. Se thonë, hajde marrim për qytet. Po ai s'është motor për qytet, ai domethënë profili i Hondës është le të themi qëllimi ka qenë për off-road, për Kanguru G100, se kështu ka qenë le të themi, jo për Kanguru G100 se Honda ka Afrika Twin për të bërë një inovacion. Po ka qenë le të themi mori famë për off-road, si motor off-roadi. Shqiptarët e adaptuan si motor qyteti. Motor kafe. Motor kafe. Ora në rregull, është praktik, patjetër, por puna është jo kaq sa mendoj që mund të jetë praktik 350, po 750 është shumë. Po 750 leqë nuk kanë një sistem ndrimi marshësh, ka një sistem putja kod. Ç'është më motor apo? Tjetër është edhe quick shift për shembull, sa edhe shpimi nuk është i lirë, domethënë kush po ble motor, ai është kategoria motorave të shtrenjta, po marrësh 2025 çon diku 17-18.000 euro, 20.000 euro. Në ekstra, domethënë s'është motori edhe më thon drejtën do mërziten shumë vete kur ta shohim këtë emision, këtë podcast, po puna është më thon drejtën në çka motor s'ka mërzit kur në tim është XADV. Fare. Po për motorat kineze çfarë mendimi ke këto që janë domethënë mund ta merrje apo është çështje mund ti besosh apo është çështje po mos ke mundësi të marr çatu unë do të bëj ashtu se ta shkosh ai to. Po puna është do jo se të shikoj mos e ngatrojmë gjërat motorat kineze apo këto pjesa këtu në motorave që janë marka të njohura kanë probleme se nuk kanë tregë burr. Ti e blen çes atë me çmim se çe do të më pas 10.000 euro, ti po duhesh më shit masim muaj sta blen kush as 5.000 euro, sepse është ajo opinioni le të themi, apo siç është pjesa e markave të makinave, por kena Audin, Benzin, edhe çan to Fiati, Ford e të tjerat janë diçka për konsiderohen si rangu ku dëgjon. Kurse motorët nuk është kam dyshim te ajo çfarë ofron ai motor. Po thjesht është puna tregu, por ti merr një motor dhe nxeje sikur 10.000 euro që janë pas plena. Mendoj që mund kalosh ndonjëherë në Harley Davidson? Ajo është per motor burr. Kam përdorur një çopër, kam pasi shoku im nga Kosova 1800 diçka kubik në versioni Yamaha. Vlla ishte motor, nuk e di, domethënë motor stili.
Përveçse motor stile, domethënë del qytet një Giro, ma do sa ka atë duhet të vesh tapa veshë sa ai është motor që. Unë gjithmonë e kam menduar që ama shumë, domethënë duket vetja shumë tip me lloj motori. E kupton, e ndjej veten shumë rahat e të morë shumë. A është promotion ton thua? Ja, nuk besoj se është promotion ton, besoj aty mund të kalojnë. Na dhon Zoti jetë shnet, kur të çojnë 40-45 vjeç, fiks. Fiksin njëjtin mendim edhe unë. A kupton, të kemi 2-3 kalamaj ke shtëpia. Po, është fiks. Është dalë në Giro. Me atë mund ta marrë dhe gjys gotë alkooli përpara për shef. Unë spi fare alkool jam rahat, jam të zotit. Ose i puro për shkakun. Ha? Një puro, gjysmë kokore të hapur. Po, edhe se puro po, po te alkooli s'jam fan se s'kam pi kur, po flas për motorin, domethënë është me vrap veten me pjesë alkoolit. Unë i proces gjithmonë të ri, shokët, miqt, qof makinë, qof motorë, si mos motori herë, motori rrezikon duke qenë hesul, jo më. Po, patjetër. Jo për vetë se fut fare në gojë. Shpresoj shumë që paktën tek kulturë të kenë motoristat që të paktën kur hipin motorë zero alkool. Motorë dhe makina, kupton po. As motori tash është gjë që e ka rrezikun e madh duke qenë hesul. Mos shkem pasaj dhe lëndë psikotropa apo lëndë dese ku dëgjon. Tani nuk ishte ca pyetje të shpejta për të bërë. Po. Do përgjigjesh pa menduar shumë. Më si jap gaz direkt. S1000R apo XR? XR. Me gomë të parë apo 300+? 300+. Autostrad apo kthesa mali? Kthesa mali. Akrapovic apo Terminioni? Akrapovic. Natën apo ditën më mirë? Natën. Në Shqipëri apo jashtë Shqipërisë për rrugët? Jashtë Shqipërisë. Më mirë me shokët apo vetëm? It depends, varet. Me vetëm. Kaq kisha unë përpara se të bënim. Kaq ishe pyetje do. Kaq i ram shkurt. Jo. Tu marrë të frymë pas palesa të sjasi. Unë kisha një dhuratë vogël për ty. Faleminderit. Duke qenë se je fan si BMW-s, dhe jo ta marr. Uroj të kem zgjedhur masën e dur. Unë besoj të ta hapim tu. Po. Falema. Ta gëzosh. Unë kam marrë masën. A do të ftosh prapë në emision? Po. Ku djesh filmi tjetër nëse. Shumë nice. Domethënë është bërë si rrugës ashtu domethënë që është shokut e këtu. Dhe çuniteti sidomos. Kërshë që ka motorat, që ata i ka X-ë. Kudo që shkon për shembull në udhtim në gjë, nuk vjen pa sjell ose në palpuz ose në bluzë. Edhe shokët domethënë gjithmonë e din që gjonat që janë bluzë, veshje, aksesorë për BMW-n kemi bërë gjithmonë. Edhe nga ana juaj shumë faleminderit. Kjo është më vërtet dhuratë që më pëlqeu dhe më surprizoi. Janë ca gjëra të vogla që lidhen shumë me personalitetin tënd dhe të lumturojnë më shumë se sa që më lumturojnë një dhuratë me vlerë, ku dëgjon, vlerë shumë më të madhe. Kjo është e gjitha. Që këto na plesionojnë për këto detaje, këto elemente, siç keti për shembull Ducatin, që fancy Ducatin, unë kam BMW-n, e lidhin çdo gjë me motorin, me pasionin të tash. Kjo është e gjitha. Çfarë nuk din njerëzit për Mariusin e vërtet jashtë kamerave? I thash to 5 gjona le të themi në lidhje me jetën time në fshat, si ka nis me kushtet që kena qenë normalisht krenar që kemi qenë tillë, sepse falë atyre kushteve dhe falë sakrificave sot jemi njerëz me këmbë tokë për te suksesit, për te famës, për te gjitha. Të mungon një gjë përpara se ti, domethënë, ti ishe i njohur, është një gjë për shkakun që përpara bëhem më lirshëm dhe tani je disi si frenuar apo? Jo, por se tash ti e pe para ca ditësh më nxorën video për shembull të jeta shef me motor. Po. Sa më nxorën se kam një post të caktuar, profesion të caktuar dhe të mungon shumë ajo privatësia plako. Është e frikshme, se si ti nuk je kurrë rahat për shembull kur del diku. Aty ku jam rahat kur dal jashtë Shqipërisë. S'mja fasni për shembull, da ti të dalë në shqiptar. Të mungon pak kjo pjesa e qendrit publik. Edhe normalisht do robi për 3 rahat, kam shoh dhe jam go park, ku dëgjon dhe 300 orë, po tash. Kjo ka qenë arsye besoj që pse ke krijuar atë hapësirën Zebra jashtë fame. Zebra jashtë fame, ajo. Për të hedhur diçka që ti je lirshëm ndoshta apo jo. Ajo hap për tjetër motiv vëlla, sepse thash çfarë bëjmë me motor, mos i postoj të faqja ime që mos ndikoj njerëz. Apo mos të shërbej si shembull jo i mirë për të ndjekur, le të themi që mund të bëj ndonjë manovër, ndonjë gjë me motorin. Dhe hapa një faqe të tillë vetëm me vetëm që të jem. Dhe unë kam thënë gjithmonë kur i kam bërë share te faqja tjetër, te faqja madhe kam thënë që këtu duhet vetëm njerëz që janë të apasionuar mas motorave. Është lezëre nëse jam unë jashtë,
asaj që më njihni jashtë filmit, jashtë famës, jashtë çdo lloj posti që kam. Aty postoja video të themi me motor vazhdimisht, se kush del një negativ aty, zoti e din. Ky kishe pas marrë job si pas asaj që kishe shkruajtur te portali tash, kishe pas marrë job vet. Po një moment do se ky ka willi control, domethënë. Ky në moment që hap gaz full throttle, domethënë ka atë tendencën që ngrehet pak edhe ngu. Po, patjetër. Ajo të mbaj deri diku. Unë kisha vite me GoPro, e hapa një moment semafor, ishte rruga poshtë komplet, një hapje as gomë para nuk ishte po gjysmë ngritje kështu, mand ora dhe jetë shef. Shikoni çfarë bën ky, no sense ta. Të më thënë që hapa faqen ka silë për profil që mos ndikoj me postimet e mia me motor te aq se më shoh në storin 50.000 vete, 60.000 vete, po. Edhe thash si do ndikohet dikur, sa kupton, po do shi si e boni se për vojtë apo jo, jo. Sa për këtë. Desha të shmang postimet për motorin te faqja madhe, thash po kaloj një faqe pas afat për motor. Te që hapa te zebra jashtë fare. A ke menduar ndonjëherë të marrë një çadër kampingu, ta hesh motorë dhe ta stakosh për një periudhë kohe? Si qenë këto video që dalin në mal me pak zjarr? Ose anës detit? Jo, anës detit kam dalë, për shembull, ka pas net që kam futur për dalje, është kam gdhije ditë. Domethënë kam net në brektet, s'kam qenë vetëm normalisht, po flas që e kam bërë, nuk është se kam po shëtërime kamping mal, jo. Nuk është se kam pas kohën, që në fakt jam më shumë fan si malit të sa ide. Po mal që të bosh me ignorën, ka nuqën. Normal. Çfarë do të thoje motoristat që do ndjekin ty, cilat janë ato këshilla që ti ndoshta i ke vuajtur dhe ata ti kanë parasysh, ndoshta edhe për ata që sapo startojnë, të marrin bekimin e nonës para se të motor, e kupton, edhe mos të bën kur mos i vë motorit duke i thyer zemrën nonës, kur thot nona çka për ty, çka për ty tash. Për formalitetin, ta di që mund merret shumë kështu. Kjo po flas, ku nuk e di, domethënë te vetja ime nuk e konceptoj dot, për shembull që typën apo të bëj diçka pa marrë bekimin e nënës. Sepse aty kena më gjithë bekimin e nënës, bekimi i Zotit, kështu që po e tha ajo. Po, Zoti patjetër, Zoti vjen para, por pastaj tash për çështjen e dynjas, çështjen e kësaj bote është nëna. Më thonë që Zoti në promocion vet aty krijoi nënën. Edhe unë them që nëse ajo e thot, çdo lloj veprimi që ne bëjmë, çdo lloj manovre që ne bëjmë, çdo lloj gjëje që neve na rrezikohet, nuk na godet më vetëm neve në mënyrë drejt për drejt, po mbi të gjitha godet të afërmit tanë. Kështu që të bëjmë kujdes sa të mundemi, të durim vetët tona, mos bëjmë budalliqe, jo goma parë, jo goma mrapë, me më tash, edhe të mendojmë gjithmonë dhe kthejmë gjithmonë kokën pas nga familje. Sepse mund të duket ndonjëherë se jena të mërzitët tona, çfarë kam bërë unë? Ke për zonë, ke familje, ke non, ke bab, ke motor, ke partnere, ke shokë. Kemi njerëz që na duan për ditë. Dalim tash të presim dhe dalim lajm aty vlla, të na postojnë rip, do na mungosh apo s'do na mungosh. Kjo është. Nëse do vi, ajo ditë vi kur ti të shkruaj për Zotin, mos nxitojmë ato budalliqe tona. Kjo është e gjithë. Falenderoj shumë që ishe pjesë e kësaj hapësire. Faleminderit juve. Dëgjuam gjëra që deri dje nuk i dëgjonim nëpër hapësirat e tjera. Po s'kena pas kohë, se përgjithsisht kam shumë për të bërë promo filmit ose për fol për jetën artistike, sepse kam fol. A më jera fjalë për filmin, kur del filmi i radhës? Unë në shtator nis xhirimet e projektit radhës, Hajdut Pension, është një film komedi aksion me ikonat kinematografistë, dhe janë aktorë surprizë të themi dhe janë ikona që i kanë mungu kinemas shqiptare. Dhe vendosa që nëpërmjet kësaj komedie ti rikthej edhe njerëzit të heqin atë mallin e figurën që kanë pas për këto figurë. Edhe shpresoj shumë që nga janari 2027-s të provoj ta nxjerr prapë kinema. Mezi e presim edhe ne. Unë falenderoj shumë që ndave këtë hapësirë. Jam shumë i lumtur që pranove ftesën time pa një pa dy në mënyrë që të kishim një personazh që të na japi disa histori të vetat, po gjithashtu edhe këshillat që ti the ishin. Është puna që tregojmë atë të bukur në kësaj gjë, po tregojmë atë të trishtën. E kupton, ti pasqyrojmë te të rinjt sidomos, ato që s'kan shumë eksperiencë me motorin, do dinë valla, se mu garësh lëkura, por se sa herë kena rënë motorin për shembull, ja dim tash sikletin, ja dim kush është ai apo ato që shqetëson. Po kanë nevojë për një eksperiencë. Ti ndoshta e ke fizike valla. Dëmtimin ta ti do Zoti të ruan Zoti, madje e ke fizike. Mund të gërvishesh, mund çat, mund shkosh deri në një thyrje. Po çfarë shqetësimi mund të sjellin te familjet tona apo këta për me to. Të duhet mendojmë. Apo dhe për Zotin e madh më ndodh shpesh. Për Zotin, jam për shembull me një rrugë që po nxitoj ose jam në shpejtësi të lartë. Mbien si mendim kohë. Po sikur u çaj goma. Lajmi. Po. A kupton apo? Që unë jam
le të themi në profesion tillë që na është dash për shembull komuniku lajme të frikshme për familjarë, apo dhe unë kam Unë mendoj që çdo motorist duhet ta ketë këtë mendim në mënyrën që motoristët parë me motor, atë për te fjalë e Zotit të mbrojtjes së kërkim mbrojtjet të Zotit, kemi edhe atë le të themi mendimin apo frikën që po nëse ndodh kjo, dikë le të jetë overthinker. Ktu pranoj me shef statusin overthinker. Sepse kjo është një mendim le të themi apo ti është një overthinker që është i dobishëm. Po, e vërtet. Për zonë po, më kam ndodhur shpesh, kam menuar, kam qenë duke shpejtë dhe kam menuar një moment po sikur për plasë mund tash lajmi familjarëve të mi, kupton, se ça traumë mund të jetë për ato, kështu që vapa automatikisht kjo është stopi limiti më i madh i dorës së gazit për një motorist. Kështu që shpresoj shumë që të reflektojmë gjithë, se unë më vërtet mund të flas bukur këtu, po ndoshta kam gabimet e mia, kupton, por patjetër gjithë bëjmë gabime, por momentet e reflektimit janë ato që flas ty, po i flas dhe vetes njëkohësisht. Kjo është e gjitha. Domthon, po flas për publikun, po i flas dhe vetes mbi të gjitha. Kupton që unë falenderoj shumë, të uroj shumë suksese edhe në filmat e tu edhe në karrierën tënde. Kaq. Edhe unë lejo të falenderoj, të uroj shumë sukses në këtë që kemi nis. Shpresoj shumë që të vijë ditë që ftesa radhës tjetër dhe ti jesh pjesë e një emisioni të madh, mos jesh më të podcasti. Edhe ka jemi lumtur, nuk e ke. Patjetër, por njeriu Oreksi vjen duke lënë thot ai. Edhe do të kënaqesh tash se unë kështu thosh. Mirë, jo këtë, domethënë se është puna motorit do të fillosh me 125, me 75, me 125, 300, 600, ato këtu. Kjo është një dashamirësi që them që ardita që të shoh në një emision televiziv apo. E vlerësoj shumë. Konsiderohet si maja karrierës, domethënë audiencë më e gjerë më tash. Kështu që kënaqësi ishte më vërtet, sepse tash pata fatin me kohën edhe mundësinë që të flas tamam për një pasion që nuk është se kisha cekur me kaq detaj. Falenderoj, vlerësoj shumë. Faleminderit. Miq, kemi ardhur në fund të këtij podcasti. Sidomos ju që jeni me makina duhet keni shumë kujdes sepse edhe kohët e fundit kemi parë lajme të trishta që aksidente makina i pret rrugën. Çdo motorist duhet të ketë atë kujdesin e vet, por normalisht makina është me 4 rrota, ka një peshë më të lartë edhe urojmë që mos i dëgjojmë këtë lajm. Sidomos fal që ndërpres, duhet ta them, sidomos tash i verës, se kam burë verës, vëllai që kanë një lloj indiferencë totale ato që janë në makinat, ngjesin trafikin të tash. Nuk ju gjej gjë, për shembull, ju jeni drejtues automjetesh, kur shihni një motor në pasjor, të lëvizni pak, ti krijoni korridor se pak nxehtësia e grupit, pak veshja, pak skafanta, pak vapa, ai bim me vdek aty në trafik ne, kupton? Se shoh verës, por ti verës e di se çfarë lloj nxehtësie nxjerr ky lloj motori ose motori që ke. 105 gradë gjithkohë. Edhe veshja i bie me plas, kështu që mirë është të ndërgjegjësosh. Por që të jetë një kampanë alarmi dhe shohin gjithmonë për shembull çan rrugën të urbane. Ti kanë konsiderata. Tash të korrigjoni pasqyrat se nga neglizhenca mund ndodhi fataliteti pasaj, kështu që kjo ishte pas pjesën tatë vazhdoi veti. Kemi ardhur në fund të kësaj hapësire, mos harroni kemi ja gjysmore që themi kemi ardhur në fund, prandaj do ta çojmë në fund. Tani kemi ardhur në stër në fund, nuk kemi më. Do ta vazhdojmë ndoshta prapë, apo jo. Fund, po na më se përmendëm atë. Jo. Fund. Jo, mos harroni të bëni subscribe dhe shihemi në videon e radhës me një të ftuar që do jetë surprizë. Ciao. Güle güle.